Ka filluar në Durrës puna për pastrimin 24 orë në operacionin plazhe të pastra. Praktikisht si vjetë e shtrim në gjithë Bregdetin, nga Velipoja deri në Samil, ku Agjencia Kombëtare e Bregdetit me bashkitë përkatëse dyfishojnë forcat, mjetet, koshat edhe njerëzit. 24 orë në territor, por do të jetë një betejë që nuk do t'ja dalim dot nëse nuk do të kemi bashkëpunimin e bizneseve dhe bashkëpunimin e gjithë qytetarëve. Praktikisht, përveç mjeteve dhe evadimit të koshave 24 orë, do të ketë dezinfektim të gjithë hapësirave ku ngumbullohen mbetjet, larje natën të territoreve, të rrugëve, të hapësirave të përbashkëta, dhe kemi dhe më të madhe punën si vjetë për shkak të shtimit eksponencial të plazheve publike që janë po kështu në përgjegjësinë e AKB-s edhe të bashkive konkretisht të bashkisë Durrës. Kemi një shtim shumë të madh pas vizitës që bëm të hapësirave. Normalisht, vërtet ministre, forcat tona do fokusohen shumë dhe kemi mbajtja plazheve publike, sepse duam që këto plazhe të jenë cilësore dhe mos kemi shqetësime nga ana e turistëve, vizitorëve të shumë. Por mbetet e shumë e rëndësishme bashkëpunimi i biznesit, sepse sigurisht që kjo nuk është një punë që e bën dot vetëm bashkia, por duhet bashkëndimi i punës edhe me AKB-n, edhe me institucionet e tjera, policinë për ata që janë ndodhësit e mëdhenj, le të themi, dhe sigurisht që ne do vazhdojmë punën. Kemi disa spote cilat i kemi problematike, janë problematika cilat përsëriten, pra janë vende cilat ne edhe në vitet e kaluara kemi as probleme dhe kam parasysh Tuke Gjiri Lalësit, ku vazhdojmë të kemi probleme dhe do të monitorojmë 24 orë territorin. Jo më larg se dje kemi kaluar dhe kemi evidentuar duke evaduar pirgje të mëdha, plera të hedhura nga bizneset. Nuk shkojnë qytetarët deri në mes të pyllit për të hedhur një sasi gjigande plerash, ishin plera biznesesh. Vjen shumë keq, po toleranca do jetë zero, policia e shtetit do të jetë në mbështetje tonë, policia bashkiake është në aksion. Praktikisht në ndihmoni ta mbajmë pastër. Pjesën e rrugëve, akseve nacionale kemi bashkëpunimi me ARSH-n, të cilët kanë departamentin e pastrim gjelbërimit, të gjithë bashkë është e vetmja mënyrë për t'ja dalë për të pasur një sezon të pasur. Do të jetë një sezon që do të jetë edhe më i shtuar me flukse. Praktikisht shikoj që nga ritmi dhe intensiteti ne kemi në qershor problematikat dhe sasinë e problemeve që vjetë kemi pasur në gusht, kështu që imagjino se si do të jetë korriku dhe gushti në shtim, prandaj besojmë se kjo është një fazë e cila qershori do ta stabilizoj pak, sepse sigurisht çdo vit para sezonit kjo periudhë shërben që sa vendosen raportet e plazheve, sa vendosen edhe biznesi sa sistemor. Kështu që mendojmë që qershori pastaj korriku dhe gushti shkon pak më qet, gjithmonë duke ndenjur 24 orë në shërbim dhe duke qenë 24 orë edhe në përgjigje qytetarëve që na shkruajnë direkt për problematika që mund të hasin, për një plazh që është zënë apo për një evadim i koshave apo vendepozitimi jashtë koshave. Çdo sinjalizim që na vjen nga qytetarët edhe nga bizneset na ndihmon sepse përgjigjemi në kohë reale. Bëjmë mundur le të themi që ato që nuk e shikojmë dot nëpërmjet ndërmarrjeve tona, na raportojnë vetë qytetarët, kështu që jemi, si ja thonë, na vaf të mbar.